Janë bërë 40 ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka bërë certifikimin e rezultateve dhe një datë saktë për këtë nuk ka. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se procesi zgjedhor ndodhet në fazën e ankesave dhe se ky institucion duhet të presë përfundimin e tyre. Qersa ende nuk janë certifikuar rezultatet, kryeministri në detyrë dhe kandidati fitues për kryeministër Albin Kurti ka folur rreth hapave që do të ndërmerren drejt krijimit të qeverisë së re. Kurti ka bërë të ditur se përbërja e qeverisë së ardhshme do të ketë shumë prej emrave të prezantuar më herët nga ai dhe kryetari i kuvendit Glauko Njufca gjatë vjeshtës së vitit të kaluar, por se ato nuk do të jenë identike. Rreth kritereve që do të ndikojnë në përzgjedhjen e ministrave të rinj, ndryshime të mundshme në dikasteret kyçe si ekonomia, financat apo dialogu me Serbinë, ka folur analisti politik Zejnullah Jakupi. Jakupi për Bota sot thotë se dikasteret kyçe si financat, punët e brendshme, drejtësia dhe mbrojtja, propozimet tregojnë synimin për kontinuitet dhe kontroll të fortë të qeverisës. Sipas tij, deklaratat e fundit të Albin Kurtit sugjerojnë se ndryshimet nuk janë të përjashtuara, sidomos në ministrit ku ka pasur kritika publike, sfida në zbatim apo nevojë për energji të reja profesionale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë të ditur se përbërja e qeverisë së ardhshme nuk do të jetë identike me emrat e prezantuar më herët, duke sinjalizuar një qasje të bazuar në vlerësimin e performancës, efikasitetin institucional dhe nevojën për një fazë të re të qeverisjes. Lista e ministrave të propozuar deri më tani reflekton vazhdimsinë e linjës politike të qeverisë aktuale, me theksin e veçantë tek sundimi i ligjit, forcimi i shtetit dhe ruajtja e stabilitetit financiar. Në dikasteret kyçe si financat, punët e brendshme, drejtësia dhe mbrojtja, propozimet tregojnë synimin për kontinuitet dhe kontroll të fortë të qeverisjes. Megjithatë, deklaratat e fundit të Albin Kurtit sugjerojnë se ndryshimet nuk janë të përjashtuara, sidomos në ministrit ku ka pasur kritika publike, sfida në zbatim apo nevojë për energji të reja profesionale. Kjo tregon se kriteri kryesor nuk do të jetë thjesht përkatësia politike, por rezultati konkret dhe përputhshmëria me prioritetet strategjike të qeverisë, deklaron Jakupi. Ai po ashtu parasheh një përbërje të ardhshme të qeverisë të kombinuar mes kontinuitetit dhe rikalibrimit funksional. Në raport me dialogun me Serbinë dhe politikën e jashtme, pritet që pavarësisht emrave, qasja politike të mbetet e pandryshuar, pasi ky proces vazhdon të jetë i centralizuar dhe u udhëhequr drejt për drejt nga kryeministri. Në përmbledhje, përbërja e ardhshme e qeverisë pritet të jetë rezultat i një kombinimi mes kontinuitetit dhe rikalibrimit funksional. Ndryshimet eventuale do të kenë më shumë karakter korrektues se sa transformues, me synimin për një qeveri më efikase, më të disiplinuar dhe më të përqendruar në zbatimin e programit. Në diskutimet për përbërjen e qeverisë së ardhshme, vëmendja publike shpesh përqendrohet tek emrat e ministrave dhe ndryshimet eventuale në kabinet. Megjithatë, përtej rotacioneve personale ekzistojnë elemente thelbësore të qeverisjes që nuk pritet të ndryshojnë, pasi ato përbëjnë boshtin politik dhe ideologjik të udhëheqjes së Albin Kurtit, shpreh analisti.